Nxënësit e klasës së tretë të shkollës nëntëvjeçare Stavri Themeli në Korçë realizuan një aktivitet të veçantë, ku ndërtuan një mini teatër me kukulla. Kjo nismë synoi t'i afrojë fëmijët me artin e teatrit, duke zhvilluar kreativitetin dhe aftësitë e tyre interpretative. I ftuar special ishte aktori Arben Trebicka, i njohur për personazhin e dashur nga emisioni Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël në RTS Korça. Ai ndihmoi nxënësit në ndërtimin e teatrit dhe i udhëzoi se si të interpretojnë me kukulla. E gjë më së rëndësishme dhe më së domosdoshme dhe nevojshme, sepse është diçka që ju mungon fëmijëve. Fëmijët po përpiqen duke harxuar kohën e tyre me celular, me një rutinë të përditshme pas një aktivitet. Vetë fëmijët u shprehën të entuziazmuar për këtë aktivitet, duke e cilësuar atë si një përvojë argëtuese dhe frymëzuese. Krijuam një teatër të vogël me shokët, me disa personazhe. Pëlqen ty teatri? Po shumë. Ne interpretuam me kukullat sipas dëshirës tonë dhe u kënaqëm shumë. Po, ne u kënaqëm shumë dhe duam të bëjmë prapë këtë aktivitet. Përveç eksperiencës praktike, fëmijët patën mundësinë të shihnin një shfaqje të shkurtër të interpretuar nga vetë Trebicka, duke kaluar momente të bukura dhe duke mësuar më shumë mbi magjinë e teatrit.